Cilat janë simptomat e para, të cilat mund të themi që Parkinsoni është duke ardhur te na? A është dridhja e duarve? A është njëna prej atyne qirave që i pam edhe në fotografi? Ato që i pam edhe në foto janë pak më të rralla që i raportojnë pacientët për shumë ndryshimi i erës, këto janë pak më të rralla mirë, po shenja kardinale të cilat lajmërohen të smundja Parkinsonit që e vrem është dridhja. Dridhja në qetësi. E duarve? E dorës. A e dorës? E dorës, ku po them me qëllim e dorës, sepse fillimisht fillon gjithmonë me një ekstremitet, nuk fillon dridhje simetrike. Edhe një prej karakteristikave që neve na çon me dyshu që është smundje e Parkinsonit është dridhja unilaterale e njënës anë. Edhe dora në qetësi fillon në këtë formë. Bile shpeshherë në literaturë shohim që dridhja është në formë sikur kur numërojmë të holla. Domethënë është në këtë formë shkon dridhja e dorës të pacientit. Kjo është unilaterale. Fytyra pacientit fillon të mos shfaqë emocione. Është si maskë. Pacienti thjesht nuk shfaqë emocione, as nuk pavarësisht se çka ndodh në rrethin e tij, ai fytyrën e ka ton kohën njësoj. Shëja tjetër kardinale është rigiditeti. Që është? Rigiditeti është tonusi muskular rritet, domethënë dora është shumë e shtrënguar, edhe kur na e lëvizim atë dorë të pacientit, ajo shkon lajmërohet një fenomeni që është si rrotë dhëmzume, ndryshe quhet fenomeni negro. Okej. Ka në bazë atij autorit i cili ka zbuluar dhe shkon si rrota dhëmzume në këtë formë të shku dora deri në këtu. Ku aty ku e lëm aty nalet. Okej. Për dallim prej spacicitetit të smundje tjera ku dorën të kthen, ajo kthehet në mënyrë automatike. Kto kudo që e lën në atë vend nalet, kjo është rigiditeti. Pacienti fillon me ukrus, edhe fillon me ecë me hapat vegjël. Fillon me fol me zë matult, edhe ka problem në të folun. Këto shpeshherë pacientët vinë për një smundje tjetër, më anku për diçka tjetër, se edhe këtu përdoret po e njëjti mendim që është plak pse po dridhet është normale. Pse nuk po ecë është normale. Kem pas raste për shembull kur kanë filluar mu trajtu, pacienti është drejtu, ka filluar me ecë normale, dridhet e normal, sepse ka ilaçe që i ndihmojnë shumë për këtë punë, tash ju shpjegoj se si shkon ajo punë. Po, është kronologji besoj, po. Normal që një mjek duhet ta përcjell pacientin prej momentit që futet në derë. Po. Në derë të ordinancës, edhe përcjell derisa vjen edhe ulet. Edhe deri ka pas raste ku un kam shfaqur një dyshim të bazuar që ky pacient ka probleme me Parkinsonin, hala pa filluar me fol. Ka pas për ty në normal që kanë thonë ka marrë për shkak dridhjes, po ka pas edhe raste tjera që kanë marrë krejt për diçka tjetër. Krejt për diçka tjetër, por në mesin e tyre ata kanë filluar pyetjet për Parkinsonin dhe kam gjetë edhe një Parkinson te pacienti. Sa e rëndësishme është me përcjell pacientin. Eci është me hapat vegjël. Hapat e vegjël, pak i krusun, durt, ne kur ecim, dora, krahët tonë e përcjellin lëvizjen e hapave. Te Parkinsoni njëna dorë e përcjell, tjetra nuk e përcjell. Ajo që është prek nuk e përcjell. Nuk është gjithmonë vetëm e njëjta. Fillon me njënë në dorë, kurse kalon në tjetrën pak më vonë. Prekën edhe gjymtyrët e poshtme, komt me kalimin e kohës. Po fillimisht fillon me një dorë.